Vjen pro dhe një shaj tjetër pro se përket paros lozën e motra, Gjermania dën pro kufirin që është 10.000 euro cash me pos drejt mi mojt në gjep, ta zvoglej pro në 5.000. Pro partia që është pjesë e pushtetit në Gjermani, SPD, e ka dhonë një propozim të një ligji e cila kërkon që pro kufiri që është 10.000 euro tash maksimum cash të bije në 5.000. Madje në disa sektore pro të hjeket paroja cash fare. Ku një gjë të tillë pro nuk e pranon apo e kundërshton koalicioni Unionit, që është partia CDU, edhe disa parti tjera të vogla, pro nuk janë të pajtimit, por prap se prap mbetet të diskutohet që të binë dakord pro lidhje me këtë ligj. Tash, a pajtohen në të gjitha pikat, a pranohet pro në tërësi kjo kërkesë e partisë SPD, nuk e di të saktë, pasi që ende është thjesht një propozim. Por, me sa po duket, ai njoftimi që i kum pas thonë para disa muajve që po planifikohet të hiqet paroja cash nga tregu pro të përdoret euro digjitale, veç i ka pro shajat e para. Une nuk po komplikoj këtë video ma shumë, kisha pas qef të di edhe mendimet e juja se çfarë mendoni lidhje me këtë çështje. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.